Presidenti Bajram Beka ka përkujtuar 106 vjetorin e Kongresit të Lushnjës, duke cilësuar atë si një moment më vendimtar për ekzistencën, sovranitetin dhe tërësinë territoriale të Shqipërisë. Kreu i shtetit thekson se në një periudhë kritike për shtetin e ri shqiptar, përfaqësues nga të gjitha trevat dhe besimet fetare u mblodhën në Lushnjë për të mbrojtur pavarësinë dhe integritetin territorial të vendit. 106 vjet më parë, në një moment kritik për ekzistencën dhe pavarësinë e shtetit të ri shqiptar, një grup përfaqësuesësh nga të gjitha trevat dhe besimet fetare u mblodhën në Lushnjë në mbrojtje të sovranitetit dhe tërësisë territoriale të kërcënuar të vendit, shkroi Beka në një postim në rrjetet sociale. Kreu i shtetit thekson se Kongresi i Lushnjës dëshmoi pjekurinë politike të shqiptarëve për të ngritur mbi dindastitë dhe përçarjen për të marrë në dorë fatin e vet, duke ringritur institucionet demokratike të shtetit të sfiduara nga anarkia dhe luftrat, duke i dhënë Shqipërisë formën një shteti modern dhe sovran. Presidenti shprehu nderime dhe respekt për atëtarët dhe shtetasit shqiptar, pjesëmarrës në Kongresin e Lushnjës që certifikuan lindjen e shtetit modern shqiptar. Me 31 janar 1920 përfunduan punimet e Kongresit të Lushnjës, i konsideruar si nga më të rëndësishmit në historinë e kombit shqiptar. Teksa Shqipëria kanosi nga coptimi territorial pas mbarimit të luftës së parë botërore, dhjetra përfaqësues nga mbar trojet u mblodhen më 21 janar të vitit 1920 në Lushnjë për të mbajtur një kongres kombëtar. Në ditët e fundit të punimeve, Kongresi emëroi kabinetin e qeverisë me kryeministër Sulejman Delvina, si dhe zgjodhja anëtare të Senatit. Në kongres ishin pjesëmarrës figura të shquar si Aqif Pash Elbasani, Shefqet Daiu, Ahmet Zogolli dhe Musteim Kolliçi. Kongresi zgjodhi organet më të larta të shtetit shqiptar si Këshillin e lartë të përbërë nga 4 vetë, i cili do të kryente detyrën e kryetarit të shtetit derisa të caktojë reforma përfundimtare e regjimit. U krijua Këshilli Kombëtar i përbërë nga 37 përfaqësues, i cili do të kryente funksionet e parlamentit shqiptar.